Detajet e reja kanë dalë në dritë nga ngjarja armatosur e ndodhur mbrëmjen e së dielës në qendër të fshatit të Ril, në Lezhë, ku një përplasje me armë zjarri brenda një berberhaneje përfundoi me të plagosur pronarin e lokalit, Sokol Daci, si dhe dyshime për plagosjen e një 21 vjeçari. Fillimisht ngjarja u raportua si atentat, por hetimet paraprake tregojnë se bëhet fjalë për një shkëmbim zjarri mes disa personave në vazhdën e një konflikti të mëparshëm mes dy fiseve. Sipas policisë, 7 persona janë afruar pranë berberhanes duke u prezantuar si efektiv policie dhe duke thirrur mos lëvizni policia. Të kamufluar me kapuç, 5 prej tyre mbanin armë automatike, ndërsa 2 të tjerë shkompi bizbolli. Nga këshirja e kamerave të sigurisë dhe veprimeve hetimore, dyshohet se objektivi i tyre ishte 21 vjeçari Merando Nikulaj, i cili ndodhej brenda ambientit duke u qethur. Mes palëve ka nisur menjëherë përplasja me armë zjarri. Sipas të dhënave, përveç një efektivi policie, Besart Kovaçi, dyshohet se ka qelluar edhe vet Nikulaj, ndërsa një nga antarët e grupit sulmues është kundërpërgjigjur me breshëri automatiku. Plumbat kanë kapur pronarin e berberhanes Sokol Dacin, i cili është transportuar me urgjencë drejt spitalit të traumës në Tiranë, ku po merr ndihmë mjekësore. Ndërkohë 21 vjeçari Nikulaj dyshohet se ka mbetur i plagosur në këmbë, por është larguar nga vendngjarja dhe aktualisht rezulton i zhdukur. Policia e ka shpadur në kërkim. Në kërkim janë shpadur gjithashtu edhe 3 persona të tjerë të dyshuar si pjesë e grupit sulmues, Gerardo Ndoka, Eliseo Ndoka dhe Kevin Ndoka. Ndaj tyre rëndojnë akuzat vrasje me dashje mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje e armëve dhe municioneve. Ndërkohë, me urdhër të prokurorisë është ndalur dhe efektivi 24 vjeçari policisë Besart Kovaçi, i dyshuar për shpërdorim detyre, ndërsa roli i tij në ngjarje mbetet ende i paqartë dhe nën verifikim. Sipas hetimeve, kjo përplasje lidhet me një konflikt ndodhur në mars të vitit 2025 në zonën e Kunës në Shëngjin, ku pjesëtarët të fisit Nikulaj janë përplasur fillimisht verbalisht dhe më pas kanë goditur me automjet 2 persona të fisit Ndoka që lëviznin me motocikletë. Ngjarja rrithe në vëmendje dhe zinxhirin e akmarrjeve mes familjeve në zonë, ndërsa 3 vite më parë u vrasi përmarrësi Ardian Nikulaj në lokalin e hotelit të tij në Shëngjin. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë roleve dhe përgjegjësive të secilit person të përfshirë në këtë episod të rëndëruar.